Ku, buzëqesh dhe fillo ditën me dritë. Me buzëqeshi i ditës, çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte në orën 8:35. Mbushur me frymëzim, me gëzim dhe muzikë që ngre shpirtin lart. Ditës. Të dashur miq të buzëqeshit ditës, jemi rikthyer sërish në studio në pjesën e dytë të programit, edhe tashmë edhe i ftuari i ditës Emanuel Driza është së bashku me mua. Përshëndetje Emanuel, mirë se ke ardhur. Përshëndetje Jona, kënaqësi. Tani të lutem, do më lejosh të të thras Samuel si shumë prej nesh të njohin. Është në rregull, besoj apo jo? Po, patjetër. Plotësisht në rregull, besoj. Shumë faleminderit që je sot me ne. Nuk e di nëse po na ndiqe edhe pjesën e parë apo jo, sepse unë isha duke ndarë në fakt disa këshilla edhe disa fakte rreth sporteve. Po tani jam shumë e lumtur që ti je këtu, je profesionisti edhe mund të flasësh ashtu siç duhet. Kështu që faleminderit që je me ne. Je gati që ta fillojmë bisedën tonë me një lojë shumë të thjeshtë edhe të këndshme, përmes të cilës do të njohin edhe dëgjuesit ty pak më shumë. Loja quhet Kjo apo jo. Atëherë, çfarë do bësh? Nuk do të lodhim shumë si në volejboll. Ty thjesht të duhet të përgjigjesh me vetëm një fjalë. Ideja e lojës është që ti të përgjigjesh shpejt, cila është më e vërteta për ty nga dy fjalët që unë do të them. Gati? Okej, gati. Okej, stërvitje apo ndeshje? Ndeshje. Bukur. Fitore e vështirë apo fitore e lehtë? Fitore e vështirë. Jep më shumë adrenalin? Po. Lojën e ekip apo shkëlqim individual? Lojën e ekip. Shumë bukur. Disiplinë apo talent natyral? Disiplinë. Si ka qenë më shumë për ty? Disiplinë. Disiplinë. Working hard. Më jep shumë shpresë. Ndeshje në shtëpi apo në fushën kundërshtare? Ndeshjet në shtëpi janë tjetër nivel. Edhe tifozët e Skënderbeut janë të mrekullueshëm gjithmonë. Po, vit pas viti kemi pasur akoma dhe më shumë më tepër tifoza. Sa bukur. Trajneri i rep apo trajneri i qetë? I qeti më mirë. Si është trajneri juaj? Ndoshta po na dëgjon. Është shumë i qetë. Është i qetë, dhe ju ka bërë mirë, ju jep vetbesim, besoj. Po na jep atë hapësirën që kemi nevojë. Shumë mirë. Fitore në minutën e fundit apo dominim nga fillimi? Dominimi nga fillimi. Pastaj ndjen siguri? Po. Stërvitje në mëngjes apo në mbrëmje? Në mbrëmje. Okej. Presion apo qetësi para ndeshjes? Qetësi para ndeshjes. Pasion apo sakrificë? Sakrifica. Pa sakrifica nuk ka, është e vështirë. Shumë faleminderit që ishe pjesë e lojës sonë. Nuk besoj që u ngatrove në ndonjë dhe nga nxitimi dhe përgjigjen e gabuar. Jo. Ishe i vërtet në të 10 përgjigjet. Po. Okej, faleminderit. Tani Samuel, unë do doja që si fillim të na tregoje pak si lindi pasioni yt për volejbollin edhe kur e kuptove se ky sport ishte rruga jote. Pra jo thjesht një pasion. Po ti e ke marrë një vendim tani, je plotësisht duke u marrë me volejbollin apo jo? Po, atëherë pasioni im për sportin lindi në adoleshencë. Si çdo adoleshent i mundshëm kërkonte të gjente atë që i përshtatej më shumë. Edhe kështu nisi. U përshtata më shumë me volejbollin sepse kam qenë edhe në futboll edhe basketboll, i kam luajtur të gjitha sportet nga pak. Por që në volejboll i gjeta veten. Aty gjete veten. Ishte dikush që të shtyu më shumë apo e kuptove plotësisht vet? Atëherë, kush më tregoi për sportin e volejbollit ka qenë një shoku im i vjetër, Vasian Zhymi. E përshëndes. E përshëndesim edhe ne, se bëri të mundur të kemi një volejbollist të mirë në ekipin e Skënderbeut. Faleminderit. Edhe kështu nisi. Lindi si një dëshirë për të marrë me sport në fillim, pastaj e pash që po shkonte shumë mirë dhe u përshtat atje. U fokusova atje. Po shkonte shumë mirë, por jam e sigurt, si çdo gjë edhe sporti ka ato momentet e vështira të veta. Çfarë të ka motivuar edhe të ka mbajtur ty kur kanë ardhur vështirësitë edhe në këtë rrugëtim? Motivimi më i madh, doja të thoja, ishte edhe është akoma dëshira për të fituar, dëshira për sukses, edhe dëshira për të bërë familjen krenar. Edhe familja gjithmonë. Më pëlqen shumë që e preke këtë pjesë. Si u ta përshkruaj eksperiencën tënde me ekipin e Skënderbeut? E di që ke luajtur edhe me skuadra të tjera, apo jo? Po. Ku ke luajtur më parë? Kam luajtur jashtë në Holland, me ekipin e Rotterdamit për një sezon. Edhe në ekipin e Erzenit të Durrësit
për një sezon tjetër. Jemi të lumtur që të kemi në Skënderbeu tani. Kështu që na përshkruaj pak eksperiencën tënde me ekipin e Skënderbeut. Atëherë, eksperienca ime me ekipin e Skënderbeut është aty ku lindi, këtu lindi në Korçë. Është shumë speciale doja të thoja, sepse kemi dashurinë nga të dyja palët, dhe doja të thoja që është shumë pozitive për mua, sepse është një qytet i vogël, t'i jep mundësitë që kërkon, që nga fillimi edhe unë i kam pasur shumë mbështetje nga trajnerat, nga klubi, nga shokët. Është shumë e rëndësishme në volejboll për të pasur të gjitha këto. Nuk ka më mirë se sa të jesh në shtëpi, apo jo? Me Skënderbeu ndjehesh si në shtëpi. Cilat janë arritjet për të cilat ndihesh më krenar nga ana tjetër me këtë ekip? Po flasim për Skënderbeun. Për Skënderbeun patjetër. Atëherë, disa nga arritjet më të mëdha kanë nisur disa vite më përpara, kur kam luajtur me moshat e Skënderbeut. Kemi sjell diku te 3 tituj kampion për moshat. Edhe pastaj qershia ambitort ishte viti i kaluar kur ishim në 3 finale nga 4 të mundshme. Ky ishte pas 36 vitesh, mos gaboj, kemi shkuar në finale me Skënderbeun, edhe ishte diçka shumë pozitive për mua. E quaj si arritje deri tani. Arritje vërtet të suksesshme. Sipas teje Samuel, çfarë bën Skënderbeun që të jetë një ekip kaq i veçantë, konkurrues i suksesshëm? Atëherë, dëshira për të fituar nga çunat. Besoj unë të gjithë çdo skuadër dëshiron të fitoj. Po, këtu është pak më ndryshe, sepse vetë nga ekipi ne jemi korçar, të miksuar me disa prurje nga jashtë, disa lojtarë nga jashtë. Edhe ndërthurja e eksperiencave tona me ato të lojtarëve të tjerë bën që të kemi këto arritje, këto suksese, edhe pse jo të kemi akoma më shumë. Këtë po përpiqemi të bëjmë akoma. E mrekullueshme. Po çfarë përfitimesh të ka dhënë ty sporti përtej këtyre fitoreve kaq të bukura, rezultateve të mira? Ka pasur përfitime të tjera personale për ty? Normale që po. Si çdo adoleshent i mundshëm ka nevojë për të shprehur emocionet diku, për të pasur rrethin e tij shoqëror, ndoshta edhe si një familje e dytë. Edhe mua voleybolli më ka ndihmuar shumë në formimin e karakterit tim. Është shumë e rëndësishme të kesh një lojë në grup, të përshtatesh me shumë karaktere të ndryshme në të njëjtën kohë. Edhe sporti në vetvete është diçka shumë ndihmuese në të gjitha këto. Në të qenit mirë, i shëndetshëm. Na ndihmon në shëndetjen tonë apo jo? Normale që po. Meqense jemi këtu, cilat janë disa këshilla që do të na jepje ti si sportist, që do të na ndihmonin edhe ne, që nuk jemi sportist profesionist, po do na ndihmonin për shëndetjen tonë? Atëherë, marrja me sport është shumë pozitive. Të jesh i shëndetshëm në këto kohë kur telefoni, teknologjia është bërë gjithçka. Të kesh një kohë jashtë asaj, të kesh një kohë me veten tënde, është shumë e rëndësishme. Ja kuptoj. Po thoje që të ka ndihmuar shumë gjithashtu përfitimet e ke parë edhe si adoleshent. Përmend edhe pak karakterin. Sa mendon ti që ndikon sporti edhe te ndërtimi i karakterit tek fëmijët edhe tek të rinjt? Atëherë, sporti është ndoshta i mban edhe larg nga vestet, nga ana tjetër i bën më të qëndrueshëm, se di. Ti mund të na i thuash nëse është e vërtetë apo jo, se ne mund t'i kemi dëgjuar shumë, unë personalisht si teori, po mund të na thuash si është realiteti në praktik. Po, patjetër që të mban larg nga vestet, je pak më e ke ditën tënde më të programuar, doja të thoja unë. Të bën dhe njëri më të organizuar. Po. Shumë mirë. Çfarë këshille do t'u jepje ti fëmijëve dhe të rinjve që duan të merren me sport? Atëherë, për të qenë i shëndetshëm, për të qenë i qetë me veten tënde, për të gjetur një hapësirë kur ti mund të jesh vetvetja dhe mund të shprehësh emocionet tënde.
sporti të jep këto, nuk po flasim vetëm për voleybollin, të gjitha sportet në gjithësi. Mund ta kesh një hapësirë ku mund të shprehësh talentin tënd ndoshta, ku mund të punosh fort ndoshta. Edhe për të gjithë fëmijët ose për të gjithë adoleshentët që po na ndjekin, doja të thoya që merruni me sport, edhe nëse nuk keni talent. Merruni me diçka. Do ishte shumë mirë për ju dhe për familjen tuaj që ju të keni ditën tuaj të programuar, të keni diçka për të bërë, ndoshta një pasdite, 1 orë, 2 orë. Do jetë shumë qetësuese edhe të dilni pak nga ajo bota e teknologjisë, mësime, working hard. Do jenë më të qetë. Unë besoj që të gjithë kemi nevojë në fakt të dalim pak nga kjo bota e teknologjisë, të kujdesemi më shumë për trupin ton, të merremi pak me sport, nëse jo dhe fiks me sport, të paktën të lëvizim, të bëjmë një ecje, të ham pak më shëndetshëm. Sa i rëndësishëm është edhe të ushqyerit shëndetshëm për ju si sportist? Atëherë vetë sporti të bën të ushqesh shëndetshëm, sepse po flasim si profesionist apo po flasim si Po flasim për ty një herë si profesionist. Okej. Pastaj ndalemi ndoshta edhe te disa këshilla për ne. Për mua janë të ndërlidhura të gjitha bashkë. Sporti, stërvitja, ushqimi, gjumi, edhe ushqimi ka të bëjë shumë. Ushqimi është e gjithë, ne çfarë ham jemi. Jemi çfarë ham. Kështu që ushqimi ka të bëjë shumë. Është shumë ndihmues sporti për të ushqyer shumë mirë. Sepse dihet që në sport do lodhesh, do jesh më i uritur, kështu që do jesh më i shëndetshëm. Do harxhosh më shumë energji, do duhet të zvendësosh, edhe patjetër që do të ushqehesh mirë. Këshill kjo edhe besoj për gjithë ne, por edhe për fëmijët, për të rinjt që po na ndjekin. Pak më parë po flisnim pra se si ti po ja sugjeroje fëmijëve dhe të rinjve shumë sportin. Dhe natyrisht më lind pyetja, si mund t'i ndihmojmë ne personat e tjerë, ne prindrit, fëmijët tanë që ta zgjedhin sportin? Atëherë suporti nga familja është Chelsea, do e thoja unë. Të jesh suportues për fëmijën tënd, nëse ka marrë vendimin të merret me një sport, është vërtet Chelsea i çdo gjëje. Nëse ti e bën që të ndihet i lirë për të zgjedhur për veten e tij, ose ta suportosh në çdo vendim që merr, si në humbje, si në fitore, ti jesh atje për fëmijën tënd, është shumë e rëndësishme nga ana emocionale, doja të thoja, edhe nga ana psikologjike për fëmijën. Shumë e vërtetë, faleminderit që e ndave me ne këtë gjë. Çfarë mesazh do t'i lije dikujt që ende po heziton të nisë një aktivitet sportiv? Atëherë mesazhi im për njerëzit që hezitojnë për të marrë me sport është nëse përtojmë për të bërë diçka, nuk do e bëjmë asnjëherë. Nëse rrim në vend për të bërë diçka, nuk do e bëjmë asnjëherë. Nëse qëndrojmë në vend dhe e kemi në plan ndoshta, por nuk e realizojmë kur, nuk do e bëjmë asnjëherë. Kështu që tani është momenti, pse jo? Le ta bëjmë. Nuk do të bëjmë si ato memet që shohim shpesh, kur do nisim stërvitjen të hënë, vjen e hëna, kur të hënën tjetër. Pra mos hezitojmë. Nëse duhet të ndodh tani. Po. Mos e mendojmë asnjëherë 2 herë. Faleminderit për gjithë këto këshilla, këtë inkurajim, motivim Samuel, por do doja të na përditësoje pak edhe çfarë po ndodh me ekipin e Skënderbeut në këto momente. Atëherë, në këtë moment kemi mbyllur fazën e parë të sezonit. Jemi javës tjetër nisim me ndeshjet me kupën Gjergj Kastrioti, që e kemi bashkë me ekipet më të mira të Kosovës. Atje jemi në vend të parë të grupit ton. Faleminderit që na bëni krenar. Të lutem. Është kënaqësi gjithmonë. E kemi për detyrë. Më bëhet qefi që e shihni kështu. Edhe po ecim mirë, kemi një ecuri shumë të mirë. E nisëm keq ndoshta pak sezonin me ato luatjet tona, por nuk ishim gjetur akoma vetveten, ndoshta doja të thoja. Por gjetëm
forcat të riktheheshim dhe tani jemi akoma më konkurrues. Kemi pasur afrime të tjera në janar dhe besoj se do jetë shumë pozitive për fazën e dytë dhe më të rëndësishme të sezonit. Pra kemi ndryshime në ekipin e Skënderbeut të volejbollit të djemve. Do na tregosh pak më shumë? Është momenti për t'i ndarë apo jo ende? Po, kemi ndryshime. Kemi marrë një lojtar të kombëtares të Meksikës, është bërë pjesë e ekipit tonë, është kënaqësi ta kemi këtu, sepse me eksperiencat e tij normale që janë të mëdha. Edhe ka për t'i dhënë shumë edhe ekipit. Besoj se po. Ne presim shumë, kështu që kemi edhe grupin ton që është nuk dua të flas vetëm për një lojtar. Grupi jon i Skënderbeut është shumë i mirë, dhe të thoja. Për nivelin e Shqipërisë ne jemi korçarët janë të shkëlqyer. Po, jemi mirë. Kur pritet ndeshja e radhës të ndodh edhe me kë skuadër? Në fundjavën tjetër kemi 2 ndeshje, të shtunën dhe të dielën, me ekipet kosovare, Drita dhe Peja. Ta pranojmë, edhe Drita dhe Peja 2 skuadra të forta apo jo? 2 skuadra të forta, jemi ndeshur më parë dhe kemi fituar me të dyja me rezultatin 3-1. Kështu që presim fitore sërish. Gjithmonë presim fitore. Më pëlqen ky lloj pozitiviteti, Samuel. Shumë faleminderit që e mbushe buzëqeshit ditës plot me pozitivitet sot. Nuk e di nëse ke edhe një mesazh të fundit për dëgjuesit apo një përshëndetje, ndjeu i lirë. Faleminderit ti, Jona, për ftesën, edhe është kënaqësi të jem këtu gjithmonë. Një mesazh doja të thoja që ta ndjekim me ekipin pak më shumë, ndoshta për të gjithë që duan të bëjnë diçka ndryshe në një fundjavë në ndeshjet tona këtu në Korçë, edhe ambientet e reja të qytetës fëmijëve ku po zhvillojmë ndeshjet aktualisht janë shumë të mira, si për ne lojtarët dhe për spektatorët. Nuk është më aq ftohtë për spektatorët. Jeni në vendin e duhur. Po. Edhe që do të thoja tjetër është që më shumë e kam për njerëzit që duan të merren me sport, por nuk e din ku. Nuk e din kur. Nëse pyesni, do të gjeni një vend për tu përshtatur, dhe jo vetëm për volejbollin. Korça t'i ofron këto. Jam shumë krenar që në Korçë kemi palestra shumë të mira, kemi ambiente për sport shumë të mira. Dhe pse jo? Hajde, ta bëjmë tani. Po, unë pjesë. Shumë faleminderit. E thash edhe pak më herët, na ke mbushur plot me motivim sot, po plot me pozitivitet, kështu që faleminderit shumë, Samuel. Të urojmë veçanërisht ty shumë suksese, por edhe gjithë ekipit të Skënderbeut të volejbollit. Si ju djemve, por gjithashtu ju urojmë shumë suksese edhe vajzave, ekipit të vajzave. Faleminderit që na bëni krenar gjithmonë. Ishte kënaqësi ta nisnim ditën së bashku sot. Faleminderit ti. Të dashur dëgjues, faleminderit që ishit me ne në buzëqeshit ditës në këtë puntat ku kemi pasur mundësinë të flasim për sportin, jo thjesht si një lojë, por sportin si diçka që mund të na formojë edhe karakterin gjithashtu. Faleminderit që ishit me ne, do të dëgjohemi sërish në puntatën e radhës. Kalofshi një ditë sa më të bukur.